Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani kërkoi më shumë transparencë nga institucioni i mjekësisë ligjore. Në një takim që zhvilloi me drejtuesit e institucionit, ai tha se do të propozojë ndryshime ligjore. Jam i gatshëm të propozoj ndryshime ligjore që për çdo pacient që merr trajtim spitalor dhe gjendet në kushte të ndërrimit jetës, duhet që Instituti i Mjekësisë Ligjore të japë një arsye. Dhe kjo është për arsye të transparencës. Kjo është për arsye të vërtetës. Ne nuk duam të shkojmë mjek, nuk është ky qëllimi jonë, por qëllimi jonë është që të sqarojmë familjarët, të japim të vërtetët, arsyeën ashtu siç është, pse ka ardhur vdekja. Nga ana tjetër, ministri Manjani tha se do të kërkojë që inventari i morgjeve të kalojë në administrimin e mjekësisë ligjore. Jam gati të ulem dhe të bisedoj edhe me ministrin e shëndetësisë për të sqaruar përfundimisht historinë e inventarit të morgjeve në gjithë Shqipërinë, që të jetë mundësisht nën administrimin tuaj, ty ku bëhet autopsia, nuk ka pse të mos jetë edhe organizimi ose varësia pjesë e këtij institucioni. Nuk kemi pse të shohim gjërat kështu kaq të ndara. Ai nuk është një shërbim mjekësor, përkundrazi i shërbimit mjekësor, përmirësimit të shërbimit mjekësor në një këndvështrim tjetër. Ministri i Drejtësisë mbrojti punën e ekspertëve të mjekësisë ligjore, ndërsa kërkoi që gjatë ushtrimit të profesionit të tyre të lënë më njanë bindjet politike.